Rruga në Krusht Madhe, apo ju kujtohet që kesh para do dite në gjendje të mërshme. Opa. Se sa është në qitë gjendje që shtu? Na kemi dalë kënë shpia që 8 vjetë, që 8 vjetë njëjtë është. Qërëni që më thatë është drejtori në komunën e Rahovecit, kur shkova dhe pyta kur ko më intervenu. Se vina na me një qershor, kanë me qenë aty, do me thonë, punimet, kanë me pos logjistikë. Fillimi qershorit ka me u kanë me punimet. Sot është një qershore, hajde të shkojnë atë këshyrëm, e ka mojt fjallën. Une jom të shkrujt me Albënar Mulla Abazin, i cili po thot sot ka dal edhe kompania. Në vend gjarje, kompanina nuk po shohëm, kërka. Do me thonë, që atjen fund të rrugës, e pom një bager, sot janë të bart edhe kompania, po thot. Ma qëj një foto me gjasë që një ka ma thell atje, që ky bageri pas ka fillu punën, une për 30 minuta. Po e presim këto zotin Mulla Abazi, që shpo e sheni, realisht tash filloj puna në rrugën Arif Shala në Krusht të Madhe. Drejtori na tha që për shkak se ka qenë vikend, sot ka fillu me u stacionu kompania e intervenimit këto. Jena këto me punë kryer se njerëz, zotin Shqiprem tha që faleminderit që pranove me u intervistu Shqiprem. Puna vetë sa filloj? Po, sot kemë fillu me punimet. Këtu ku përshijet fillon aksi i parë. Aksi i parë, do me thonë? Aksi i parë e përfshin asfaltimin e rrugës edhe ndriçimi i aksit parë. Okej. Është fillimi. Që kjo faza e parë. Faza e parë. Çka ndodh këto? Çfarë procedura është këtu? Për momentin sot kemë bo pastrimin e terrenit. Pastrimi i terrenit, do me thonë largimi i dhejut i materialit që është për rreth. Okej. E zërojmë trasejnë e rrugës edhe i vendosim pikat. Pikat kadastrale. O tani vazhdojmë me faza tjera. Gërmimi, mbushja, deri te faza finale. Ashtu si që kom premtu edhe në historinë e fundit, sot kompania veç ka zbarku në Krusht të Madhe dhe kanë fillu me pastrimin e trasesë e rrugës. Është puna e parë e cila duhet bërë para lidhimit të punëve. Besoj që tani tutje veç me një afat kohër të përshtatshëm kompania do ta përfundojë edhe këtë segment rrugës që është diku rreth 1 kilometër. Po besoj që veç një bager nuk ka me punu këto, a ka me pas logjistik ma shumë? Ashtu që kom thënë në qershor që kompania ka me dalë, sot kompania veç ka nis me u bartë thu. Okej. Besoj që në ditët që javës që po vi, jemi, veç ka me urit intensiteti i punimeve në këtë projekt. Okej, paka shumë si pas planit dinamik, a keni plan dinamik për këtë rrugë? Po, është plani dinamik. Kur është afati i fundit për me u përmbyll si projekt? Për me u përmbyll si projekt, këtu përveç trasesë e rrugës e kemi edhe shtratin e lumit që ka me vazhdu. Këtë nuk mujna me dhënë datë komplet se është një projekt kogja i madhe dhe mjetet që i ka komunën nuk janë disponim për me përmbyll komplet projektin, po pjesa e rrugës ka me u përmbyll shumë shpejt. Sa shpejt, sa i vjen shpejt? Sot nuk mujnë me dhënë datat sakta, po... 1 muj, 2 muj, 3 muj... Besoj që brenda kësaj vere do të afrohet punën në pjesën e rrugës. Do të afrohet, a do të përfundohet? Diku ka shtatori, besojmë që veç ka me përfundu. Deri në shtator ka me përfundu? Po besojmë që natë drejt e shtatori, pjesa e rrugës ka me ardhur drejt përfundimit. Që ka që njerëz prej fillimit të punimeve në rrugën Arif Shala në Krusht të Madhe, drejtori na tha që në shtator, max, po thomon e max, ko me u mbyll si projekt, na kena me u dok, vazhdimisht kena me qenë rrjedha me mbarvajtjen e procesit të këtij projektit, kësaj rruget, kështu që nëse ju pëlqen ç'a bëj, ju pëlqen kontenti jam, hajtni follow në krejt platformat, ku do që jeni jo, jam e dhonë.